Sot feston ditëlindjen aktori i njohur shqiptar Vangjush Furxhi, një prej figurave të dashura të skenës dhe ekranit, i cili ka lënë gjurmë në artin shqiptar ndër vite. Vangjush Furxhi lindi në 24 mars në qytetin e Korçës dhe ishte një nga aktorët më të shquar të teatrit dhe kinematografisë shqiptare. Ai nisi karrierën në teatrin Andon Zako Çajupi, ndërsa më pas punoi si pedagog dhe drejtues katedre në Institutin e Lartë të Arteve. Gjithashtu ka mbajtur poste të rëndësishme publike, përfshirë detyrën e zëvendës ministrit të kulturës në vitet 1992-1994. Tek Muzeu i Teatrit të Korçës gjenden gjithashtu disa objekte që dëshmojnë për karrierën e tij artistike. Furxhi u dallua për interpretimi realist të personazheve, sidomos atyre nga shtresat intelektuale. Në teatr dhe film realizoi role të njohura, si në Njollat e Murme, I Teti në Bronz, Malet me Bleri mbuluar, Njeriu I mirë dhe të paftuarit, duke fituar disa çmime kombëtare. Në këtë ditë të veçantë, miq, kolegë dhe admirues e kujtojnë dhe urojnë për kontributin e çmuar që ka dhënë në artin dhe kulturën shqiptare. Ne kemi krenari për Korçën, por ai është krenari për Shqipërinë, sepse I ka dhënë shumë role teatrit edhe filmit shqiptar. Ai ka vënë vulën me emrin e tij. Unë kam patur fatin ta kem pedagog Vangjush Furxhiun, kam patur fatin të dëgjoj të flas ai për mua. Disa herë më ka dhënë mendimet e tij për mënyrën se si unë punoja, se çfarë të mira dhe të meta kisha në punën dhe talentin tim, pra më ka ndihmuar, si të thuash, me çdo vërejtje që më ka bërë. Kam ndjekur krimtarinë e tij. Siç edhe e keni parë në zyrën time, që ne kemi një pikturë të Roland Karanxhës, dhe ime shumë fat që e kemi, sepse kështu na I përjetëson artistët tanë, artistët e Korçës. E kujtojmë me shumë mall, nostalgji, krenari dhe mirënjohje të madhin Vangjush Furxhiu. Përveç aktrimit, ai kontribuoi si autor, pedagog dhe artues programesh mësimore, duke ndikuar në formimin e brezave të rinj artistësh. Mbante titujt artist I popullit, profesor dhe pas vdekjes u nderua me titullin mjeshtër I madh.